Partizani në volejboll për meshkuj ka fituar edhe takimin e dytë ndaj Skënderbeut në finalet për titullin kampion, duke u afruar ndjeshëm me trofeun. Vetëm pak ditë më parë, në ndeshjen e luajtur në kryeqytet, Partizani fitoi 3-1, ndërsa në Korçë triumfoi 2-3. Skuadra kryeqytetase dominoi dy setet e para 20-25 dhe 11-25, duke krijuar përshtypjen se ndeshja do të mbyllej shpejt me rezultatin 0-3. Megjithatë, Skënderbeu reagoi fuqishëm duke fituar setin e tretë 26-24 dhe të katërtin 25-23 për ta çuar sfidën në setin final. Në setin vendimtar, Partizani u tregua më i saktë dhe fitoi 10-15. Me dy fitore në seri, Partizani është shumë pranë titullit kampion. Gjithsesi, trajneri Ylli Tomori thekson se ende asgjë nuk ka përfunduar. Një merit është një vërtet një rival i denjë dhe edhe sikur të fitoj nuk është çuditë e madhe të fitoj kampionatin. Korça e ka tregu veten edhe në kryeqytet që ka dalë, jemi përballë, kemi dalë 3-2, me 2-3 pikë është fitu loja, sepse voleybolli është i tillë. Prandaj mendoj që do të jetë prapë një betejë. Nga ana tjetër, kapiteni i Skënderbeut Joan Sotir pranon se situata është e vështirë pas dy humbjeve, por jo e pamundur për një përmbysje. Finaleve asnjëherë nuk i dihet, prandaj është me tre ndeshje kush fiton. Ne duhet të luftojmë edhe në ndeshjen e tretë, mos dorëzohemi asnjëherë. Kemi provuar disa skema të ndryshme në ndeshjen e dytë, sepse siç dihet një lojtar ndërkryesor të ekipit amerikani Keylor Cox është dëmtuar. Kemi provuar disa skema. Besoj skema që përdorëm setin e tretë dhe të katërt ishte efektive, pasi fituam dy sete. Në fund setin e pestë bëm shumë gabime që ndikuan ndoshta edhe nga rëndësia e finales edhe e humbëm ndeshjen. Ndeshja e tretë do të luhet të mërkurën në kryeqytet. Nëse fiton Partizani, shpallet kampion. Nëse fiton Skënderbeu, seria do të vazhdojë me ndeshjen e katërt, sërish në Korçë.